Ishte një natë e zakonshme e shtunë. Ora tregonte pak minuta para mesnatës, dhe unë isha shtrirë në shtratin tim me shpina nga dera, duke lecuar një roman të huaj. Shtëpia ishte në atë lloj heshtjeje të rëndë që vjen vetëm kur të gjithë supozohet se janë në gjumë. Por unë nuk isha në gjumë. Fillimisht mendova se ishte era. Kishte filluar të frunte nga perëndimi, duke lëkundur lehth kornizën e dritares. Pastaj e dëgjova përsëri, një rënkim i zgjatur, i ulët, pothuajse i mbytur. Jo, nuk ishte era. Rënkimi vinte nga korridori, nga dhoma e gjumit të prindërve. Ngrica më përshkoi shtyllën kurrizore. A ka rënë mami? Mendova. Ajo kishte pasur probleme me zemrën kohët e fundit. I ati ishte larguar për një takim pune dhe nuk pritej të kthehej deri të diellën në mbrëmje. Ishte vetëm mami në atë dhomë. Unë ngrita në këmbë pa bërë zë. Dyshemeja prej druri kërciti nën peshën time, por unë vazhdova. Rënkimi u përsërit, këtë herë më i gjatë, më i dëshpëruar, i shoqëruar nga një pëshërtim e thellë. Zemra ime filloi të rrahë si çekiç. Mora telefonin nga komodina, në rast se duhej të thërisja ambulancën, dhe hapa derën e dhomës time aq ngadalë sa dukej se nuk lëvizja fare. Korridori ishte i zhytur në terë. Vetëm një rip drite e verdhë depërtonte nga poshtë derës së prindërve, duke u shtrirë mbi parket si një gjuhë paralajmëruese. Rënkimi u bë më i qartë. Ishte i njohur. Jo si dhimbje, por si loshqim. U afrova në majtë të gishtave. Secili hap ishte një luftë mes dëshirës për të ndihmuar dhe zërit të brënshëm që më thoshte të kthehesha mbrapa. Dera e tyre ishte pak e hapur, ndoshta 5 centimetra, jo plotësisht e mbyllur si zakonisht. Unë e shtyra butësisht me majtë të gishtave. Ajo që pash më ngriu gjaku në vend. Në shtrat, mes qarqave të palosur, ishte mami. Por ajo nuk ishte vetëm. Pranë saj, me trupin e tij masiv të mbështetur mbi bërryla, ishte babi. Jo, babaim. I njëjti njeri që më kishte thënë, jemi të divorcuar vetëm 3 muaj më parë. I njëjti njeri që tani jetonte në një apartament në anën tjetër të qytetit. I njëjti njeri që mami e përshkruante me lot në sy si të shkuarën time të hidhur. Rënkimet nuk ishin nga dhimbja, ishin nga kënaqësia. Isha 18 vjeç. Mjaftueshëm i rritur për të kuptuar se çfarë po ndodhte, por mjaftueshëm fëmijë për të ndjerë se bota po më shembej në kokat e mia. Dora më dridhej te dera. Për 5 sekonda të gjata qëndrova si empir, duke parë hijet e tyre që lëviznin sinkronisht mbi dyshek. Pëshërtimat e mamit, pëshpëritjet e babit, kështu zemër, kështu. Pastaj babi ngriti kokën. Sytë e tij u përplasën me të mijat përmes qarjes së derës. Për një çast që zgjati një jetë, nuk lëvizi asgjë. As ai, as unë, as era jashtë. Ai ngriu plotësisht. Mami, duke mos kuptuar pse lëvizjet kishin pushuar, pyeti, "Çfarë ke?" Babi nuk ju përgjigj, vetëm vazhdoi të më shikonte mua. Dhe unë atë. Më pas, pa thënë asnjë fjalë, ai ngriti gishtin tregues te buzët e tij. Shh. Një gjest kaq i thjesht, kaq i qetë, kaq i njohur nga koha kur isha i vogël dhe nuk doja të zgjohesha në mëngjes. Por tani ky gjest kishte një kuptim tjetër, një kërcënim të ëmbël, një sekret që duhej mbytur në lindje. Bëra një hap prapa. Dera e dhomës së tyre u mbyll vetë me një trokitje të lehtë. Vrapova në dhomën time, u futa nën batanie dhe mbajta gojën mbyllur me jastëk. Telefoni më rëshqiti nga dora në dysheme. Romani i huaj ra nga shtrati. Mendja ime ishte një furtan. Si? Pse? Ai nuk supozoi të ishte këtu. Ajo nuk supozoi ta donte më atë. Dhe mbi të gjitha, unë nuk supozoja ta shikoja këtë. Në errësirën e dhomës time, dëgjova hapa të lehtë në korridor.
Babi po ecte zbathur. Dera ime u hap pa trokitur. Ai qëndroi në prag, një siluet e zezë kundrejt dritës së dobët të banjës. Fli, bir, tha ai. Zëri i tij ishte aq i qetë sa dukeshe i shtirë. Asgjë nuk ka ndodhur, kuptove? Asgjë. Nuk ju përgjigja. Mbajta sytë mbyllur dhe bëja sikur flija. Ai qëndroi aty për një minutë të tërë. Pastaj dera u mbyll përsëri. Në mëngjes, mami më priti në kuzhinë me petulla dhe kafe të nxehtë. Ishte e buzëqeshur, më shumë se zakonisht. Më hodhi një vështrim të shpejt, pastaj pyeti. Si e ke gjumin? Unë nuk dëgjova asgjë sonte. Ishe i qetë? Mbaja lugën në dorë dhe ndjeja peshën e sekretit në gjoks. Po, mami, thash, ishte një natë shumë e qetë. Dhe ndërsa ajo kthehej nga soba, pash në qafën e saj një njollë të kuqe të vogël. Një shenjë që nuk ishte aty një ditë më parë. Ajo ditë vendosa të mos them kur asgjë, jo për hir të tyre, por sepse për herë të parë në jetën time, kuptova se dashuria e të rriturve nuk është as e bardhë, as e zezë. Është një labirint i errët me tinguj që nuk duhet t'i dëgjosh kur. Vazhdim. Pak minuta të tjera. Kaloi një javë. Asgjë nuk ndryshoi në dukje. Mami vazhdonte të fliste për babin si ish burrin që nuk dua ta shoh më kur. Babi më merrte në fundjavë siç e kishte rënë, por tani unë shikoja çdo gjë ndryshe. Kur mami thoshte, jam e lodhur dhe shkoj të fle herët, unë dija se çfarë do të thoshte në të vërtetë. Kur babi më pyeste, a ke folur me maman këto ditë? Unë dija pse e pyeste. Por atë të shtunë, një javë pas asaj nate, ndodhi diçka tjetër. Isha ulur në dhomën e ndenjës duke parë televizor, kur telefoni i mamit filloi të binte. Ajo ishte në kuzhinë. E pash ekranin nga larg. Ishte babi. Mami e mori dhe filloi të përshpriste. Por përshpritjet e saj nuk ishin të ëmbla si ato natën. Ishin të ashpra. Jo sonte, tha ajo. Nuk mund të vish sonte. Është këtu djali. Prit deri të martën. Pastaj e mbylli. Ajo hyri në dhomën e ndenjës dhe më pa. Sytë e saj ishin të kuq, por ajo buzëqeshi. Çfarë po shikon, bir? Asgjë, thash. Ajo u ul pranë meje, më mori dorën dhe tha diçka që se kam haruar kur. Ndonjëherë, zemra jon bën pazare me veten. Shet dinjitetin për një natë ngrohtësi. Dhe të nesërmen, zgjohesh dhe se nje veten në pasqyrë. E shikova për herë të parë me sytë e një të rrituri. Ajo e dinte. Ajo e dinte që unë kisha parë. Ndoshta që në atë natë, kur babi ngriti gishtin dhe më tha, shh, ajo ishte zgjuar. Ndoshta edhe ajo e kishte parë hijen time në derë. Pse nuk e lini thjesht, mami? Pyeta i ngjirur. Ajo qau për herë të parë para meje pa u fshehur. Jo me të qara të mëdha, por me ato lotët e heshtur që rjedhin pa leje. Sepse kanë frikë se vetmia është më e rëndë se çdo gënjeshtër, tha ajo. Atë natë, pash se nëna ime nuk ishte thjesht një grua që rënkonte në errësirë. Ajo ishte një grua që po mbytej ngadalë dhe që kishte zgjedhur të mbytej në krahët e dikujt që e urrente dhe e donte njëkohësisht. Unë nuk e ndalova kur, as nuk e nxora dot në dritë sekretin, sepse të rriturit nuk janë heronj. Janë thjesht fëmijë të lodhur që kanë mësuar të fshihen më mirë. Dhe unë, atë natë, nuk hapa më asnjë derë. Por për herë të parë, vendosa të mos mbyllej as dera e dhomësime. Në rast se një natë, mami do të rënkonte me të vërtet nga dhimbja, dhe jo nga dashuria e shtrembër. Atëherë do t'isha gati ta shpëtoja. Edhe nëse kjo do të thoshte të shkatëroja sekretin që i mbante gjallë.